Gjithçka nisi nga një ëndër. Il Destino hapi dyert mbrëmjen e të premtes të 1 majit në Zvërnec, 2 familje të mëdha me shumë fëmijë që kërkonin një vend ku të gjithë të ndiheshin mirë, një hapësirë ku të vegjëlit të luanin të lirë të sigurt, ndërsa të rriturit të mund të uleshin, të hanin dhe të qetësoheshin pranë natyrës. Dhe kur nuk e gjetën, vendosën ta krijonin vetë, një hapësirë elegante dhe familjare, e rrethuar nga natyra, pemët dhe një kënd lojrash për fëmijë që rrallë gjendet në këtë zonë. Është më shumë se një park lojrash, por një vend me shpirt familjar, afër detit, mes gjelbërimit, ku çdo fëmijë qesh dhe çdo prind shlodhet. Ushqim i mirë, ajër i pastër, hapësirë për lojë dhe gëzim, një vend i dashur për të gjitha familjet. Il Destino, projekti që i ka munguar Vlorës. Por si lindi ideja që më pas do të kurorëzoj me këtë mrekulli? Gjithçka ka lindur nga një shoqëria e jonë dhe dëshira për të dhuruar një ambient të ri, familjar, se duke patur shumë fëmijë, gjithmonë kërkonim një vend të ri ku ne të venim, të akomodoheshim, të rinim rehat me fëmijët tanë, dhe lindi kjo ide e këtij projekti tonë. Pse pikërisht këtu? Afër detit, afër natyrës, afër gjithçka më të bukur dhe një vend që i mungon Vlorës, e menduam këtu. Një prej administratorëve të Il Destino, Gëzime Troqe, falenderon edhe të gjithë ata që u bën pjesë e kësaj ceremonie inaugurimi. Falenderojmë të gjithë për pjesëmarrjen, për mbështetjen dhe urojmë që ky të jetë vetëm fillimi i një suksesi për neve. Se Il Destino? Sepse ndoshta ishte diçka e shkruar edhe e përkthyem kështu. Faleminderit. Tingëllon bukur apo? Po, absolutisht po. Edhe me plot kuptim. Ndërsa administratorja Migena Tragaj thotë se 2 familjet që ndërmorën këtë iniciativë preferojnë natyrën dhe detin dhe pikërisht vendosën qendrën e tyre ta bënin realitet në këtë vend, aty ku bashkohet natyra, deti dhe laguna. Ne të dyja si familje jemi familje që preferojmë shumë natyrën, detin, gjelbërimin dhe menduam që kjo ishte diçka që ne na duaj dhe për ne dhe për qytetin e Vlorës dhe për fëmijët që ne rrisim. Mendojmë që është ambienti më i përshtatshëm ku ne mund të vim, të ushqemi mirë, të akomodohemi, po ama mos të kemi dhe merak për fëmijët tanë. Janë ambienti, mendojmë që kemi bërë më të mirën si për fëmijët tanë, domethënë çdo gjë është nisur duke menduar për rehatin dhe kujdesin dhe sigurinë e fëmijëve tanë, pastaj për klientët tanë. Restorant me kuzhinë tradicionale dhe fruta detit të freskëta, i kombinuar me një ambient të kuruar në çdo detaj dhe jo vetëm. Dhomat komode për ata që duan të qëndrojnë pranë detit në qetësi dhe stil. Jemi përpjekur të ofrojmë një ushqim tradicional, por edhe produkte detit, mishit, gjithçka që për çdo familje mund të jetë më e mira. Ne kemi 20 dhoma për akomodimin për pushimet tuaja, ku mund të gjeni një park lojrash për fëmijët dhe shumë afër detit. Nisur nga emri Il Destino, gjithçka është shkruar nga fati, kështu që ju mirëpresim. Është një vend që mund të organizojmë ditëlindje, fejesa, dasma. Besojmë që çdo gëzim familjar, besojmë që është ambienti perfekt për çdo event tuaj. Kapaciteti është 250 persona, duke përfshirë ambientin e brendshëm dhe ambientin e jashtëm. Çdo cep është menduar me kujdes, çdo moment është ndërtuar me zemër, që ju të ndiheni si në shtëpinë tuaj, ose edhe më mirë. Vend perfekt për pushime të qeta, relaks në natyrë. Atëherë të veçantat është pozicioni i pari, do të thënë se është shumë afër me qendrën e Vlorës, edhe domethënë mbaron Transballkanika e ke direkt aty dhe kush nuk kalon nga Transballkanika për të shkuar në pikat më të bukura të Vlorës dhe pastaj çfarë dërmiu e të gjitha. Besoj se mbas një rrugë të gjatë në autostradë është mirë që të ndalosh diku, të dish ku të ndalosh, për një drek apo për një darkë para se të vazhdosh udhëtimin tënd për dërmi, dhe të themi që zakonisht aty është meta. Dhe duket një ndërthurje shumë e bukur mes gjelbërimit, detit apo? Absolutisht po. Më pëlqen dhe që është afër Zmërnecit, duke qenë se e dim shumë mirë se sa vend i bukur është ky, edhe sa precioz është ky, se ne dim që është vend i ruajtur kjo pjesa këteja, kështu që Pse duhet vinë? Për ushqimin, për të gjetur një ambient të mirë, comfortable për familjet, edhe për çift, edhe për të gjitha, i ka të gjitha kushtet. Po për ushqimin kryesisht, se ne e duam që ushqimin e mirë, e duam. Të punojnë gëzuar, një ambient shumë i mirë, edhe suksese, të jetë një sezon turistik i mbar, se është data 1 sot, ku që urojmë mbarësi edhe
suksese për hapjen e këtij restorantit. Investimi është shumë interesant, ambienti është shumë i këndshëm. Diçka e veçantë duket në qytetin e Vlorës, paktën ato vende që un kam qenë me këtë lulisht të bukur. Pjesa e parkimit, stafi duket i mrekullueshëm, çdo gjë duket këndshëm deri tash. I urojmë suksese subjektit të ri Il Destino. Është investim, siç e shikoni, është investim që Vlorës do t'i shërbej po ashtu edhe turizmit. Është gjithëpërfshirës, një ambient vërtet luksos, ku gjën të gjitha qetësi, fëmijët dhe po ashtu gjën komoditetin e nevojshëm. Me këtë rast i urojmë suksese edhe një herë të gjithë kontribuesve të këtij investimi të ri në qytetin e Vlorës. Besoj se është një investim bashkëkohor dhe shumë modern për paktën për zonën këtu. Një investim që jo vetëm do t'i rezistoj kohës, por kam përshtypjen se do jetë lider në turizmin e zonës. Salla është një mrekulli e vërtet. Uroj që dhe kuzhina tjetë në këtë nivel. Ambienti, po, gjelbërimi, natyra, deti shumë afër, parkimi i mundshëm. Elementet që duhet të ketë një ambient i tillë, kam përshtypjen se i ka të gjitha. Uroj që të ketë shumë sukses. Ju urojmë suksese për këtë gjë kaq të mrekullueshme që ka bërë dhe paçi sa më shumë gjëra të bukura qyteti jon, si qytet turistik që jemi. Dhe ju urojmë suksese dhe vetëm suksese. Shumë bukur, shumë bukur. Shumë i bukur, shumë i këndshëm. Çfarë ka të veçantë? Atmosfera, sidomos ambienti edhe sidomos e kujdesa për ambienti familjar. Il Destino, një histori e madhe, një rrugëtim familjar, sakrificë dhe besim se gjërat më të bukura ndërtohen së bashku. Shpresojmë shumë që të kemi mbështetjen tuaj. Faleminderit gjithë pesëmarrësve që kanë ardhur sot. Faleminderit Zotit si fillim që na e bëri mbar gjithë këtë projekt që kemi dhe urojmë shumë që të jetë e mbushur çdo ditë ashtu sikur sot. E shpresojmë shumë dhe e besojmë që kjo gjë do të ndodhi. Me përkushtim, dashuri dhe shumë punë, u përgatit çdo detaj për hapjen e madhe, ndërsa Il Destino ju pret me zemër të hapur për të ndarë së bashku këtë fillim të ri dhe këtë kapitull kaq të rëndësishëm për ne. Il Destino, aty ku çdo fillim ka një histori.